jemi jashtëzakonisht lumtur që jemi këtu me presidentën, kryeministrin, me generalin dhe ministrin për një punë të jashtëzakonshme që ka bë ushtria jonë, që është një vazhdimsi e një historie të lavdishme e popullit tonë, e trashëgimi e drejt për drejt e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jemi jashtëzakonisht krenar që FSK-ja mbetet institucioni më i besueshëm në vend, dhe kjo për shkak një pune të shkëlqyeshme dhe për kushtimit të tyre për sigurinë e vendit tonë dhe gjithashtu një përkushtim i ndërsjellët i shtetit të Kosovës që ka bërë në rekrutimin e mbi 2000 ushtarëve, por edhe investime mbi 400 milion euro vetëm në pajisje. Ne jemi të nderuar që jemi këtu dhe uroj e shpresoj që kjo punë e mirë të vazhdoj për një ushtri paqëdashëse, por gjithashtu gjithë atyre që është një amanet i vazhdueshëm i atyre që ronë për vendin tonë. Prandaj gjithë këtu urime dita e forcës dhe urime festat e nëntorit. Faleminderit.